Vetëm 3 gjethet të kësaj bime I japin lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Një nga bimet medicinale me vlera të forta shëruese është edhe sherebela. Ajo shkëlqen jo vetëm në kuzhinë, por gjithashtu edhe në mjekësinë popullore, dhe në shumë vende të globit cilësohet si një bimë fantastike në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit dhe gjithashtu në përmirësimin më të mirë të vlerave të imunitetit. Por cilat janë përfitimet më të mëdha të kësaj bime? Sipas Health.com, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi I sherebelës. Ajo do të përmirësojë kujtesën, do të luftojë mbi peshën dhe do të ruajë gjithashtu ekuilibrat e duhur të kolesterolit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në një video të publikuar më parë dhe studimet të cituara sipas Health.com, përfitimet kryesore të sherebelës do të bëjnë ndryshime mjaft cilësore në dietën tuaj. Ndaj, konsumi I saj në forma të ndryshme dhe aplikimi në dietën tuaj do të jetë një mburojë e çmuar e organizmit tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Sherebela mund të konsumohet në formën e çajit, duke u zier në një filxhan çaji me ujë, 7 deri në 8 gjethe të freskëta të sherebelës me 2 lugë çaji gjethe të thata. Nëse preferoni, mund të shtoni edhe mjalt për të rritur gjithashtu ëmbëlsinë e kësaj pije dhe për të marrë edhe më shumë përfitime të mjaltit. 1 deri në 2 gota në ditë për rreth 2 javë mund të përmirësojnë çdo vlerë të shëndetit tuaj. Por cilat janë përfitimet kryesore të sherebelës në organizmin tuaj? Sherebela është një bimë fantastike edhe për shëndetin tuaj mendor. Në mjekësinë popullore, sherebela rekomandohet të përmirësojë funksionet e trurit dhe gjithashtu edhe të përmirësojë nivelet tuaja të kujtesës. Sipas studimeve klinike, sipas Health.com, rekomandohet që sherebelën ta shtoni në dietën tuaj dhe ta zjeni të zbusë edhe lehtësoj problemet e Alzheimerit, gjithashtu edhe sklerozës së shumëfisht. Një prej këtyre simptomave është edhe irritimi ose nervozizmi I intensitetit të lartë dhe sherebela mund të ruajë gjithashtu edhe shpërthime të tilla të cilat mund të krijojnë edhe komplikacione në përditshmëri. Sherebela është një bimë shumë fantastike edhe kundër luhatjeve të sheqerit. Sherebela ka aftësi të mira kundër problemeve të glukozës. Për këtë arsye ajo është e rekomanduar për njerëzit që mund të vuajnë nga luhatjet e sheqerit, sigurisht duke u mbikëqyrur nga një ekspert për të marrë dozën e duhur. Vlerat e saj në shëndet do ta kthejnë atë në një prej produkteve më fantastike kundër këtyre komplikacioneve, citon Health.com. Sherebela ka efekte të mira edhe kundër problemeve të kolesterolit. Studimet të shumta mbi rolin e sherebelës në organizëm, të cilës I referohemi sipas Health.com, thonë se konsumi I rregullt I të paktën 4 lugë gjedhe sherebele të shtuara në ujë mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Por duhet të përdoret vetëm në mbikëqyrjen e një eksperti. Sherebela është një bimë fantastike edhe kundër problemeve tuaja të mbipeshës. Mbipesha është një problem serioz në ditët e sotme. Kjo për shkak edhe të mënyrës së gabuar të ushqyerjes që ka në shumica e personave. Ajo konsiderohet si një nga faktorët më të mëdhenj kryesor në shfaqjen e diabetit të tipit 2 dhe gjithashtu edhe problemeve të tensionit të lartë. Ekstrakti I sherebelës besohet se pengon përthithjen e yndyrnave nga pankreasi dhe zvogëlon edhe peshën tuaj trupore. Për këtë arsye, sherebela rekomandohet edhe kundër këtyre komplikacioneve të cilat mund të shfaqen edhe probleme të ndryshme të mbipeshës. Sigurohuni që sherebelën ta keni pjesë të dietave tuaja. Mund ta përdorni në formën e çajit edhe kundër problemeve të diarres. Gjethet e sherebelës përmirësojnë funksionet e sistemit tretës dhe parandalojnë edhe shqetësime të ndryshme siç është edhe diarreja. Ato kanë aftësinë shtrënguese dhe mbledhëse të stomakut, duke lehtësuar kështu edhe probleme të ngjashme. Sigurisht e përdorur në mbikëqyrjen e një eksperti, vlera do t'i merrni më të plota. Përdorimet e sherebelës mund të jenë nga më të ndryshmet për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Sherebelen mund të arrisni vetë në kopshtin tuaj, në verandë ose edhe në balkon. Ajo kërkon ndriçim të plotë dhe një kullim të mirë. Rekomandohet që ta përdorni atë vazhdimisht në dietën tuaj, qoftë në formën e çajit ose edhe në formën e vajit, por vlerat që do t'i merrni prej saj në përdorimin e kujdesshëm do t'jenë vërtet fantastike në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, sherebela është një shkurë e vogël e viseve të ngrohta bregdetare, për erë e gjelbër me gjethe vezake dhe eshtake të mbuluara me push ngjyrë iri, edhe gjithashtu edhe me një aromë të veçantë, e cila përdoret në mjekësinë popullore dhe në industrinë farmaceutike. Sherebela përdoret gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës, për mungesën e organizmit me ushqyesit e dur, gjithashtu për dhimbjet e stomakut, për diarren, për fryerjen e barkut, për urthet e stomakut dhe të tjera. Kjo përzierje gjithashtu mund të ndihmojë edhe kundër problemeve të kujtesës, depresionit, humbjes së shëndetit mendor dhe gjithashtu problemeve të ndryshme siç është edhe Alzheimeri. Gratë e përdorin sherebelen kundër dhimbjeve të ciklit menstrual, duke cilësuar atë si një zgjedhje lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve që lidhen gjithashtu edhe me menopauzën. Sherebela mund të aplikohet direkt në lëkurë ose edhe në probleme të ndryshme. Sipas Elcom do të rendisim përfitimet kryesore të përdorimit të sherebeles në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Sherebela është një bimë fantastike kundër problemeve të Alzheimerit. Marrja e ekstrakteve të 2 llojeve të ndryshme të sherebelës për 4 muaj do të cilësohet nga ekspertët si një përmirësuese më e mirë e kujtesës edhe në përpunimin e informacionit më të mirë dhe për të mësuarit të njerëzit të cilët janë në fazën e parë të problemeve të Alzheimerit. Sherebela do të rrisë performancën më të mirë mendore. Një dozë e vetme e sherebelës ndihmon në përmirësimet më të mira të kujtesës, duke rritur vigjilencën e trurit dhe gjithashtu shëndetin e tij. Sigurisht, kombinimi i sherebelës si duhet në dietën tuaj do të cilësohet nga ekspertët si një përzgjedhje e duhur ushqyese kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Sigurohuni të konsumoni sherebelen sa më të freskët, kështu përfitimet mendore do të jenë edhe më të plota. Sherebela mund të jetë një lehtësues e problemeve të herpesit. Herpesi i shkaktuar kryesisht nga ftohja. Mund të aplikohet kryesisht kremi i sherebelës, e cila mund të lehtësojë shfaqjen e tij dhe ta mbajë atë më nën kontroll. Kështu, përfitimet e sherebelës në shëndetin tuaj do të jenë më të plota dhe do të lehtësoni komplikacionet e tyre. Sherebela është një bimë fantastike kundër luhatjeve të kolesterolit të lartë. Përdorimi i ekstraktit të sherebelës si zakonisht, 3 herë në ditë për 2 muaj do të ndihmojë në luhatjet në mbajtjen nën kontroll të tyre. Kështu, trigliceridet do të mbahen më nën kontroll. Sherebela është një bimë fantastike e cila mund të lehtësojë edhe dhimbjet e fytit. Përdorimi i sprajit të veçantë me përmbajtje 15% të sherebelës duket se do të lehtësojë ndjeshëm dhimbjet e fytit, duke sjellë kështu lehtësime të duhura në çështjen tuaj dhe duke mbajtur larg komplikacionet e ngjashme. Përdorime të tilla të sherebelës do të jenë një mundësi e çmuar në mbrojtjen e vlerave të trupit, në lehtësimin e komplikacioneve të tij dhe gjithashtu rritjen e shëndetit të përgjithshëm. Sigurohuni të përdorni sherebel sa më të freskët dhe nëse merrni medikamente të caktuara gjithmonë përpara përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Sherebela mund të përdoret kundër djegjeve nga dielli. Mund ta aplikoni si krem ose si vaj për ta mbajtur lëkurën tuaj sa më të freskët, sidomos në situatat më stresuese. Studimet tregojnë se aplikimi i sherebelës 2% mund të parandalojë skuqjen e lëkurës të shkaktuar nga dielli ose edhe në djegjet e tij të forta. Ndaj sigurohuni ta përdorni si duhet për të marrë ndikimin e saj të plotë në mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.